Mirëmëngjesi Rejhan, gripi sezonal në vend tani më ka marrë 2 viktima nga klinika infektive në Shkup bëjnë të ditur se brenda 24 orëve 100 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Po ashtu edhe mjekët AM dhe klinikat e tjera njoftojnë për rritjen e ndjeshme të numrit të pacientëve të cilat kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Prej 5 deri më datë 11 janar janë evidentuar 2322 raste me gripin sezonal bëjnë të ditur institucionet shëndetësore. Për të mësuar më shumë rreth gjendjes me gripin në vend, jemi këtu me mjekun Fadil Cana, njëherit edhe drejtori klinikës për sëmundje infektive në Shkup. Përshëndetje dhe faleminderit që je pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje, mirë se ardhët. Zotri Cana, si infektolog, si e vlerësoni situatën aktuale të përhapjes së gripit në Maqedoninë e Veriut? A kemi të bëjmë me një valë më të rëndë se vitet e kaluara? Po, si zakonisht, çdo vit, sezoni i gripit normal që konsiderohet edhe si sezon më i rëndë përsa i përket sëmundjeve të traktit respirator. Edhe këtë vit ka pasur një numër goxha të konsiderueshëm të rasteve me grip sezonal, kështu që në klinikën për sëmundje infektive numri i kërkesave, në fakt kontroleve shëndetësore me sindrom gripal shkon diku të rreth 100 persona në ditë që kërkojnë ndihmë mjekësore. Kryesisht janë pacientë të cilët trajtohen në mënyrë ambulantore, por rastet të cilët agravojnë dhe kanë përkeqësime, ato normal që edhe hospitalizohen në klinikën për sëmundje infektive. Po cilat janë llojet e gripit që po qarkullojnë më së shumti këtë sezon dhe sa agresive janë ato, pasi tani më kemi edhe 2 të vdekur? Në këtë vit, pjesa dërmuese e pacientëve, të cilët në mënyrë laboratorike është përdoftuar prezenca e influencës A, gjithsesi gripit tip A, dhe pacientët të cilët kanë ndëruar jetë, ato pacientë ka qenë i përdoftuar gripi sezonal influenca tip A. Po, cilat kategoritë e qytetarëve janë më të rrezikuar nga komplikimet e gripit? Kryesisht grup moshat e vjetra dhe pacientët me sëmundje bashkëshoqëruese kronike, qofshin ato pulmonare apo kardiake. A kishin sëmundje shoqëruese pacientët që ndruan jetë, a mund të thuhet se gripi ishte shkaku kryesor i vdekjes apo faktorët tjerë shëndetësor kanë ndikuar? Është mirë të bëhet distinkcion. Ato pacientë janë pacientë me sëmundje bashkëshoqëruese kronike, te ato pacientë do të thotë gripi sezonal nuk kanë ndru jetë nga gripi sezonal, por kanë ndru jetë me grip sezonal. Distinksioni si shkak gripi sezonal vetëm e ka përkeqësu gjendjen e tyre shëndetësore kronike që e kanë pas. Po rastet e cila grup moshave u takojnë aktualisht të rinjeve, fëmijëve apo të moshuarve? Rastet që kanë mbaruar në mënyrë fatale te klinika për sëmundje infektive i takojnë grup moshës vjetër. 65 vjetë. A janë aktualisht institucionet shëndetësore të përgatitura për fluksin e pacientëve me grip? Padyshim, klinika për sëmundje infektive ka kapacitet dhe mundësi që tash për tash me këto përmasa, me këto numra që ta përballon këtë fluks që është normal i shtuar dhe i pritshëm për këtë sezon dimror. Sa i rëndësishëm është vaksinimi kundër gripit këtë sezon dhe është ende efektiv për ato që ende nuk janë vaksinuar? Vaksinimi është mbrojtja e parë kundër gripit dhe normal në fillim të sezonit ai rekomandohet dhe aplikohet. Por asnjëherë nuk është vonë, posaçërisht për grup moshat e vjetra dhe personat me sëmundje kronike, qofshin ato pulmonare apo kardiake. Ajo që duhet të dihet dhe që dihet botërisht është që pas aplikimit të vaksinës kundër gripit, i duhet një periudhë 2 javore organizmit që të mund të zhvillon imunitet kundër gripit. Kështu që te personat cilët
janë në moshë të thyer dhe personat të cilët kanë sëmundje kronike, pulmonare, qofshin ato apo kardiake, ato nuk është vonë që të miret të aplikohet vaksina kundër gripit edhe tash, pasi që ende vazhdon gripi sezonal. Po, çfarë masash konkrete duhet të marrin qytetarët për të parandaluar përhapjen e gripit? Masat janë ato të cilët i dihen dhe publikisht pas rekomandimeve që jep Instituti për Shëndet Publik. Mbrojtja më e mirë, ashtu siç theksova, është vaksinimi, pastaj rast të shfaqjes së simptomave gripale te një person, puna e parë që duhet bëhet është që të ri në shtëpi, do të thotë i duhet pushim, i duhen normal medikamente të cilët janë antipiretike kryesisht në rast të ndjenjes përkeqësimit të simptomave gripale. Punë e parë që duhet bëhet është të paraqitet te mjeku am, të kontrollohet nga ana e mjekut am dhe normal ti respekton rekomandimet dhe sugjerimet e mëtejshme. Në rast se situata e shëndetit agravon, atëherë normal që nga mjeku am drejtohet te mjekët specialist infektolog. Po ndoshta kur qytetarët duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore dhe cilat janë simptomat më shqetësuese? Në rast se kanë temperaturë të lartë e cila i tekalon më shumë ditë, do thotë në rast se kanë përkeqësim të frymarrjes, shohin që kanë një agravim të gjendjes së frymarrjes, atëherë ato persona duhet normal që të drejtohen te mjeku am fillimisht dhe pastaj nga vlerësimi faktik i gjendjes shëndetësore nga mjeku am përcjellet në institucionet më të larta shëndetësore. Po, me fillimin e gjysmëvjetorit të ditë shkollor, a pritet përkeqësimi i situatës me gripin? Numrat për momentin nuk tregojnë diçka të tillë, mendojmë që format të lehta me siguri që do të ketë, pasi që fëmijët e shkollor janë sidomos me një imunitet shumë më të mirë dhe mendoj që kalon lehtë, por varësisht nga ta them agresiviteti i gripit që mund të jetë, ashtu edhe do jenë masat nga Ministria e Shëndetësisë, gjithsesi Ministria për Arsim dhe Shkencë. Zotërit Cana, megjithse a ka vend për panik të qytetarët marrë parasysh nivelin e përhapjes së gripit? As pak nuk ka vend për panik, por ka vend për kujdes. Thot ajo që dihen me gjithë rekomandimet që jepen nga mjekët profesionist, infektolog dhe rekomandimet që vinë nga Instituti i Shëndetit Publik duhet të respektohen. Rasti që ato respektohen, as pak nuk ka vend për panik. Por për kujdes po. Zotërit Cana, faleminderit për kohën dhe për këtë këshilla. Faleminderit edhe ju.